Sarandën e gjetën si një qytet të mrekullueshëm, të ndërthurur me natyrën, sikur natyra e ka mbajtur në krahun e saj, në gjirin e saj. Prandaj është një vend që frymëzon çdo artist dhe jam e bindur që çdo artist mund të jetë xheloz për pamjen e bukur të Sarandës dhe të jesh këtu tërkohës të krijosh artin. Prandaj bëj edhe modelet e mia këtu, si punova në Turqi, nga Turqia e hapa këtu atoljen time, po atolje artistit s'mund të jetë asnjëri kufizuar me veshjet, pasi edhe veshjet për mua janë panorama tridimensionale. Dhe përveç këtyre, kam filluar edhe një diçka tjetër, se mua nuk më plotson komplet veshjet, nuk është e mjaftueshme për një artist të merret me veshjet. Atëherë fillova të bëja dhe panorama, punime artistike me ruaza, duke shprehur situata apo emocionin me anë të ruazave, pasi çdo ruazë është si punë një ritmi të pulsit të zemrës së shpirtit. Dhe aty bëhet një reflektim, duke transmetuar mesazhe të ndryshme në çdo punim. Fillimisht kam filluar me shqiponjën, pasi në Turqi njeriu kur je në emigrim, njeriu e merr malli për tokën. Ata që janë emigrim e dinë, ata që janë në Shqipëri se kuptojnë këtë. Dhe atëherë fillova të bëja fillimisht shqiponjën, pas shqiponjës fillova të bëja portretet, pasi bëra një projekt ku është Kalorësi i kohës, që është xhubleta me 200 punime, që është konsideruar si histori e qëndisur me dorë. Dhe pas kësaj fillova dhe panoramat, pasi ishte një që vajti vite që unë prodhoja nga këto, dhe doli diçka tjetër e veçantë, dhe tek njerëzit kur i shikojnë gjithmonë më kërkojnë dhe domethënien e tyre, është një art më vete. Këto punime bëhen me ruaze, janë ruaza rëre quhen ato, shumë të vogla, pasi duhet të marrë rehat formën e njeriut apo të sendit që mund të nxjerrësh. Veshja e madhe që unë kam bërë me 200 punime, mua më është dashur 7 vjet për ta bërë ata. Çdo ditë unë kam qëndisur. Pasi brenda janë 200 punime. Ku është konsideruar dhe enciklopedi, mora dhe çmimin në Turqi, pasi unë konsideroj një enciklopedi në një fustan. Toka është në një formë veze, dhe njeriu nuk është askund. Dhe kur koha ikën aq shpejt sa nuk arrin dot të kuptoj ku ekziston në të vërtetë. Pasi koha ikën me shumë shpejtësi. Kjo është janë portat e jetës, veza dhe portat e jetës. Ky është një mesazh që tregon ujërat toka është ulur në një karrocë invalidi dhe fëmijët po vdesin. Këto janë marrë nga ngjarje të vërteta, fotografi dokumentarësh të vërtet, ku thuhet ujërat po prishen, toka është e smur dhe ardhmja e njerëzimit po mbytet dhe po vdes nga uria. Kisha shumë dëshirë t'ia dorëzoja poetit në dorë, sepse ishte nga poetët që unë e kisha, ishte frymëzimi im me thënë drejtën, por nuk munda, gjithsesi, e realizova diçka të tillë, dhe është një krenari dhe një nder për mua të bëj një punim të tillë. Kurse kjo është Çifti i lirë, ku tregon dhimbjen, fuqinë e femrës, pavarësisht se është më e brisht, nuk e lë burrin, pra burri kush është çatia, kush është burri, është toka, simbolizimi i tokës, femra është uji, burri është toka, dhe ajo nuk e lë që të bjerë në tokë. Megjithëse është më e brisht, fuqia e saj vazhdon ta mbaj me fuqi, që tregon karakterin e femrës shqiptare, dhe nuk e lë të bjerë në tokë. Kjo tregon për ekuilibrat. Lart është Feniksi, pra zoku që rilin nga hiri i tij, dhe është në ekuilibrin më të lartë. Kjo është pema e jetës dhe që është rritur mbi tokë, mbi natyrë. Dreri është simboli i pyjeve, luani është simboli i kafshëve.
dhe tregon ekuilibrat. Pas kësaj është bërë ekuilibrat janë prishur sepse pyjet janë djegur dhe janë prerë. Kurse këto janë miniatyrë të vegjël që përdoren në dizajn që bëhen prej druri. Njëri qanë mbi drerin që ishte prerë koka, që janë pyjet, dhe tjetri mundohet të ndaloj marrëveshjet, babëzinë e njeriut për të fituar sa më shumë duke prishur ekuilibrin e tokës, ku vetë natyra është shtatzan. Dhe këtu tregohet natyra duke qarë. Kurse kjo është bërë hakmarrja e natyrës, rikthimi i ekuilibrave, dhe virusi, njeriu u shkëput nga natyra në majë të mbetjeve të plerave të tij, i zhveshur komplet i pambrojtur ndaj natyrës përveç një maske.